Po më vjen mirë që jemi këtu për herë të parë si ministër. Uroj që punën ta bësh me nder dhe krenari, sepse përfaqëson një vlerë shumë të rëndësishme për vendin tonë. Përderisa flisje edhe e pash që çka ke bot tërë, sepse na ju kemi thirrë pikërisht për këtë ekspozitë dhe shumë pak u diskutu për ekspozitën. Kështu që spari është dashur të vish i kompletuar me materiale rreth ekspozitës. Kush e ka financu, çfarë masa ke marrë ti, çfarë përgjegjësie ke lyp, libra që është përnda në vende ndërkombëtare, a ke marrë masa. E dim që na te si ministër i ri nuk ki pagu kur gjo, sepse je i ri, mirë po ne e dim që ti e ki përgjegjësi. Unë ta pash postimin në Facebook që e ke bë, e ke shkruar, ftoj institucionet përgjegjëse që të shqyrtojnë këtë çështje. Ministër, kush është institucioni? A mu i me ditë? Pikërisht i je institucioni i cili është dashur me vepru në kohë të duhur. Edhe ju nuk keni reagu, nuk keni marrë masa përveç të postimi që keni bën në Facebook. Pak a shumë ne kena marrë informacione se kush e ka pagu këto. E dim që Donika Gërvalla e ka pagu që gjithmonë ka qenë kundër vlerave të UÇK-s. Gjithmonë ka qenë kundër luftës së ushtrisë të Kosovës. Kështu me deklaru, kjo nuk on rregull, si kjo është shumë gabim nga ana jote, për që nuk është këtu ministri, jam e mbrojt veten, ti me boksi konstatime ti dush vetë përgjegjësi publike me jep. Absolut, kryetare. Ti do t'jep është me siguri ministra ka me dëgju, përgjegjësi publike ju t'jep qysh po bën një konstatim. Cito, ku ka thonë, që e ka thonë këtë mënyrë ti e merr vetë përgjegjësin publike. Pikërisht në ç't formë ka thonë. Tash nuk e di sa për ju përshtatet juve, po kështu ka thonë. Ne e dim shumë mirë që edhe kryetaria e kuvendit që ka thonë një shumë. Kena marrë informacione. Për këtë, na ju kena ftu këtu me na i pru që ato informacione, që sa janë sakta, kush tamam e ka pagu. E dim që na ti je prej një familje që me të vërtet ke dhimbje. Po pikërisht për këto që ti ke dhimbje dhe ki po atë ekspozit, nuk është dashur vetëm ta bësh një postim në Facebook. Është dashur të marrësh masa. A i hek libra në vende ndërkombëtare, ministër? Unë nuk e di që i hek, nuk e pash apet në postim në Facebook që e ke marrë kështu. E pash që po do me bo edhe ligjin për vlerat e luftës, po i pash një 8 ligje, më duket që jetu i thonë që jetu dash me i bo. A është që ky ligji i parë që dush me marrë iniciativë, sepse nëse ti thu 8 ligje, vyn mjaft kohë për me mujt me i bo këto ligje, e kisha ditë a është primar, apo sekondar, apo terciar, siç e keni ju qeveria në pushtet me i bo këto. Faleminderit.